Me uljen e temperaturave dhe afrimin e sezonit të dimrit, rritet rreziku për zhvillimin e sëmundjeve që prekin fytin, hundën dhe veshët. Doktor Besnik Bardhi, specialisti otorinolaringologjisë, tha që sa i përket lamisë së otorinolaringologjisë, gjatë kësaj periudhe, shumë njerëz mund të kenë probleme me traktin respirator. Secila sezon e vitit i ka karakteristikat e veta sa i përket sëmundjeve, domethënë edhe nga orëllëja dhe lami tjera. Për shembull, në lëminë e orëllës ka probleme me traktin respirator, më shumë me infeksione të fytit, të veshit, sepse këto janë dihet lidhura. Çdo infekcion i hundës dhe i fytit shkakton probleme edhe jo detyrimisht, po shumica e rasteve shkakton probleme edhe me vesh. Përveç temperaturave të ulta, një faktor tjetër i cili ndikon që shumë njerëz të kenë probleme me fytin gjatë kësaj periudhe është edhe mjegulla, e cila sipas doktor Bardhit ndikon veçanërisht tek ata njerëz që kanë sëmundje kronike. Te sëmundjet kronike, mjegulla edhe lagështia e arit ndikon shumë në traktin respirator. Te bronhitet kronike për shembull, te sinuzitet edhe tek pezmatimet kronike të fytit, lagështia e arit është shumë domethënëse, sepse shkakton recidiv përsëritje të simptomave. E pikërisht ajo ndodh tek moshat më të shtyra, sepse ata kanë sëmundje kronike, edhe sëmundjet kronike si diabeti, po ashtu ndihmon simptomatologjinë e cekur, kështu që janë reciproke, rritja e sheqerit gjak rrit simptomet, edhe rritja e infeksionit rrit sheqerin. Përveç vizitave tek profesionistët shëndetësor, doktor Bardhi tha që erosja e hapësirave ku qëndrojmë është një hap i cili mund të parandalojë përhapjen e infeksioneve të orëlës që shfaqen si pasojë e uljes së temperaturave. Kjo ndodh për shkak të uljes së temperaturave dhe kontakteve të shumta të cilat bëhen në stilin e dimrit, mbyllën dyrë dritarët për shkak ftoftit. Edhe kontakti është më i përafërt me virus, domethënë nëse njëri prej familjarëve ka virus, ai me një testim apo me kollitje shumë letër përcjell edhe tek familjarë tjerë ceka pak më parë për shkak ftoftit mbyllën dyrë dritare edhe nuk ka erosje të mjaftueshme. Prandaj është një këshillë nevojshme për popullatën që edhe pse në temperatura të ulta kohë pas kohe të bëhet ventilimi i ambienteve ku jetojnë pikërisht për këtë arsye. Tutje doktor Bardhi bëri të ditur që kujdesi i dur dhe parandalimi janë çelësi për të mbajtur shëndetin e orëlës gjatë stinës së dimrit.